Ishim paka shumë gjërat që unë doja të prekja përpara sa t'ju japim fjalën, sepse nuk jemi këtu që të flasim ne dhe që të dëgjoni ju, nuk jemi këtu sepse kemi ndonjë fushat elektorale, fushata ka mbaruar. Ne i fituam zgjedhjet me rezultatin më të mirë historik për Partinë Socialiste. Morëm një besim që është një barë shumë e madhe për mua personalisht dhe për gjithë ne, me 83 mandate dhe na dhanë shqiptarët 83 mandate pikërisht për të bërë të mundur atë që të gjithë bashku duam të realizojmë, që gjatë kësaj dekade që mbyllet në 2030, ne të mbyllim negociatat teknike me Bashkimin Evropian 2027 dhe pastaj të mbyllim me negociatën politike, duke e ullur Shqipërinë në tryezën e familjes europiane si të barabartë. Por, paralelisht, duke rritur ekonominë, duke rritur të ardhurat për familjet, duke rritur standardet, duke forcuar institucionet dhe edhe këto dëgjesa që ne, ju e dini shumë mirë, i kemi bërë një cikël të parë me njëherë mbas zgjedhjeve, ku kemi mbledhur rreth 2000 problematika nga të gjitha njësit të cilat kërkojnë adresim, janë pjesë e pikërisht kësaj rritjeje të barrës së përgjegjësisë dhe të detyrimit që ne kemi ndaj jush dhe që kemi ndaj njerëzve për t'ju qenë edhe më pranë, për t'i dëgjuar edhe më shumë dhe për të bërë të pamundurën për të plotësuar sa më shumë prej atyre nevojave dhe prej atyre kërkesave që njerëzit kanë. Kjo buron pikërisht nga fakti që votën e marë duhet dhe do ta kthejmë në dobi të çdo shqiptari, të çdo komuniteti, të çdo lagje, çdo qyteti. Natyrisht që nuk është normale që unë t'jem pjesë e diskutimit për buxhetin e bashkisë, duhet ishte kryetari i bashkisë, por ju e dini shumë mirë situatën